Ajo për cilën si shoqëri duhet të diskutojmë është se sa jemi të fuqishëm t'ju rezistojmë fenomeneve të këtilla, thot psikologu Lulzim Murtezani, duke ju referuar rastit të fundit me rrjetin social Telegram dhe grupit Dhoma Publike, ku shfaqen fotografi të vajzave të mitura me përmbajtje pornografike. Murtezani thot se rrugdalja e vetme është edukimi, kontrolli dhe bashkëpunimi prind-fëmijë. Dhe unë gjithmonë këtu nga aspekti psikologjik përmend, është një iluzion, një mashtrim, vetë mashtrim se me fëmijët e mi nuk do të rrezikon sepse ato ngjajnë mua, sepse unë i kontrolloj, por këtu është gabimi. Edhe ato që përmenda më herët, do me thënë, nuk janë shumë vetëdijshëm, për arsye se ka shumë emocione në relacionin prind-fëmijë, në shkolla pak punohet, për arsye se atje fokusi është te njohuritë shkencore, ndërkaq te shkallësitë jetësore shumë pak ka fokus. Ndërkaq nga ambasada e parë e fëmijëve në botë me Gjashi thonë se është për të ardhur keq që fëmijët nuk kanë qenë mjaftueshëm të informuar. Edukimi për dhunën kibernetike, siç thonë, duhet të jetë komponenta kryesore e edukimit arsimor. No, moram da kažem, odsustvo generalno i roditeljske griže, da ne kažem kontrola. Duhet të theksoj se mungon kujdesi prindëror për të mos thënë kontrolli i prindërve nëse fëmijët lihen të lirë dhe nuk janë të informuar, mund të jenë viktime dhunës kibernetike, ndërsa kjo lloj dhune duhet të jetë një nga komponentat kryesore të edukimit arsimor. Kuadri arsimor duhet të mësoj fëmijët për këto lloj diskriminimi kibernetik dhe shpërndarjen e pornografisë te fëmijët. Prindi është ai që duhet të bisedojë me fëmijën, të di çfarë ndodh me të dhe ta ketë parasysh se ai duhet të edukohet për vetë kontroll dhe vetë rregullim gjatë shfrytëzimit të internetit. Pas daljes në opinion të këtyre pamjeve kanë reaguar autoritetet e Maqedonisë së Veriut. Policia ka marrë në pyetje disa persona të dyshuar për krijimin e grupit. Ministri i Brendshëm Teknik Naçe Çulef së fundi ka deklaruar se deri tani bëhet fjalë për 2 vepra penale. Janë 2 administrator dhe 2 moderator, po punohet në sigurimin e informacioneve nga të gjithë pjesëmarrësit në atë platformë, të cilët dyshohen për veprën penale pornografi e fëmijëve dhe keqpërdorim të dhënave personale. Është kërkuar mbyllja e dhomës publike, por me që akoma presim përgjigje nga Telegrami, ne po punojmë edhe me masa operative, ka deklaruar ministri i Punëve të Brendshme Naçe Çulef.